Sipas të dhënave më të fundit nga operatori i sistemit të transmetimit, prodhimi i energjisë nga panelet diellor ka arritur në 79.113 MW gjatë muajit shtator 2025, duke shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë. Kjo rritje tregon qartë rolin në zgjerim të energjisë rinovueshme në strukturën energjetike të vendit. Kërkesa totale në sistemin e transmetimit për muajin shtator ishte 575.4 gigawatt ose 5.8% më shumë se në shtatorin 2024, kur u regjistrua 544.1 gigawatt. Rritja e kërkesës për energji elektrike reflekton jo vetëm konsumin e rritur, por edhe dinamika të reja në prodhimin dhe shpërndarjen e saj. Në strukturën e prodhimit, burimet hidroenergjetike mbeten dominuese nga hecet me rezervuar dhe 20.590 MW nga ato me derivacion. Termocentralet kontribuan me 7.961 MW, ndërsa prodhimi nga fotovoltaikët përbën tashmë një pjesë gjithnjë më të rëndësishme të miksit energjetik. OST-bën me dije se po vijon monitorimin në kohë reale të sistemit për të siguruar furnizim të pandërprerë dhe të qëndrueshëm në të gjithë territorin, ndërsa mbështetja ndaj burimeve të rinovueshme sheh si një drejtim strategjik për të ardhmen energjetike të Shqipërisë.